Baleti Kombëtar i Kosovës është një nga institucionet më të rëndësishme të artit skenik në vend, i cili ndër vite ka sjell produksionet shumëta artistike dhe ka prezantuar Kosovën edhe në skenat ndërkombëtare. Megjithatë, përveç sukseseve artistike, ky institucion vazhdon të përballet edhe me sfidat mëdha, sidomos sa i përket kushteve dhe mungesës një objekti të vetin. Për të folur më shumë rreth punës së Baletit Kombëtar të Kosovës, sukseseve, sfidave dhe sigurisht planeve për të ardhmen, në studio kemi të ftuar Krishnik Musollin, ushtrues detyre i drejtorit të Baletit Kombëtar të Kosovës. Krishnik, mirë se erdhe, faleminderit që pranuve ftesën dhe jeni në programin e mëngjesit. Është kënaqësi ime, faleminderit. Faleminderit që erdhe, Krishnik. Kanë mysafirëve, po duhet me thonë faleminderit që s'ke pritur më shumë. Ja, s'ka problem. Se një pjesë e mysafirëve e kanë këtë dirë më shumë. A je personi mëngjesit kështu? Pa problem. Zakonisht po. Okej, shumë mirë. Se ta duhet me majtë edhe balerinët janë si sportistat, se më thonë, sa i përket kondicionit e disiplinës janë duhet me qenë fit edhe gati gjitha. Patjetër që po. Për ndryshe, s'ka balet. Ka balet, po mandej shëndrohet në nuk e di, balet si mund të me ushuvit? Balet kur janë lëvizjet e mira, s'është balet. S'është balet, veç balet. Veç balet s'është. Baleti Kombëtar i Kosovës ka një histori gjatë dhe një rol sigurisht shumë të rëndësishëm në kulturën tonë. Personalisht, por edhe në aspektin profesional, si e vlerësoni gjendjen aktuale të trupit të baletit? Muj me thonë që jemi të gatshëm me u shtynë thojza me këndën në rajon në Evropë, sa i përket nivelit tonë, sepse e kemi dëshmu vetën që sa vite që ne mund të bëjmë projekte shumë dha, shumë të bukura, shumë të vështira, etj. Ne zakonisht e kemi problemet ceke edhe të pjesën e kushteve, që dihet prej 72-ës kur është themelu kur s'ka pas një shtëpi të vetën, gjithmonë kemi qenë musafir dikon, si në teatr kombëtar, edhe tash po shfrytëzojmë hapësirat e ansamblit Shotës. Me thonë, gjithmonë jemi diku. Qështë është këndjesia që gjithmonë jemi kushtimisht i huj në një ambient? Nuk është ndjenjë mirë, po nuk kemi çka me bo, po duhet më adaptu me këto kushte edhe me jetë tutje, me punu. Edhe bravo i qoftë, në fakt e Krishnik edhe pacienti këtu, ne i thamë edhe me egzone, po e thejme shumë shpesh edhe këtu në program, që Baleti Kombëtar i Kosovës, sikur se edhe disa institucionet të tjera, pra kështu kulmore, kulturore, vërtet e kanë te kalu se më vetë edhe i kanë t'i kalu edhe regionin në shumë raste. Dëshmi është edhe fakti që jeni në për festivalet të ndryshme, në për paraqitjet të ndryshme, keni qenë edhe në Evropë, në Amerikë, edhe për shtypjet kudo që paraqitjen e ju janë fantastike. Pra, si më thonë, tash me i thonë dikuj atje në Amerikë, New York, ku keni qenë, ose nuk e di Paris, ose kudo që jeni paraqit, me i thonë që na e kemi këtë vlerë, këtë paraqitje, po me na po ku ushtroj, nuk e di, që shkishi reagu ju? Nuk përputhen shumë mirë të dyja, të rezultatet me kushte. Qka e mposhtë gjithë shka? Vullneti shumë i madhe dhe dashuria që e kemë ndaj këtij profesioni. Nuk e trajtojmë vetë si profesion, po është një jetese për ne. Ka përshtypjen edhe energjia juve brenda, ekipit po? Patjetër që po, patjetër, kjo na ka marrë gjithmonë, sepse ne shumica prej neve jemi rrit me zvete dhe ne jemi ata që e mojmë gjallë këtë institucion. Pavarësisht kushteve, ne ecim tutje dhe nuk nalemi. Apo është sfiduese ndonjëherë e vështirë me majtë qëtë energjinë, qëtë atmosferën brenda ekipit, që përkundër kushteve, sfidave ndonjëherë që bëhen të lodhshme, a ka momente që thoni boll mo, Abdin, nështë momente që zvi mo, ose po e lo, shpesh nështë këto kushtet e rona... Unë e kështë adhon sos gjotë qaj moment, se përshikonë e herë. Ato momente na e mjerë gjotë. Sa shpesh jep një dërheqe? Ja, dërheqe nuk jep. Nëse dikush jep dërheqe, edhe shkryja e punë, mirë po tash me full realisht. Në çdo ambient, me thonë, qofë familje, qofë shoqëri, dikon, pa pas një moment që është pak ma kritik që e prish atmosferën, ajo është jeta e tillë. Mirë po, ne çdo herë mundohemi që me funksionu si ekip. Edhe ajo na ka pru në këtë nivel. Edhe ka me na qu edhe për para tutje, sepse nuk është që dhe i këtu e kemi pas, ne nuk e kemi nërmen me u dërzu, pavarësisht që mosha jonë e kam rri gati atë nivelin që jashtë konsiderohet... Që ju pensionoheni herët? Me legjë natyrës po, kurse me ligja aktuale jo, dhe në 65 vjetë. 65 vjetë, po. Vazhdo me mejtë balerin? Po. Nuk ka ende një specifik në legjë për pensionim të pa ma hershëm. E qa bon për shumë, e di që s'keni të tillë, brenda trupës, po dikush i ka 63 vjetë, qa bon në trupën e baletit? Tash gjithmonë ka role, sidomos në baletet klasike që ka dhe role ma shumë aktrem, pantomim,
Mirë po tash të shohim se çfarë faze ta kemi ne si gjenerat. Po më interesant te ajo me undarë dhe me shtjellu edhe një herë. Do të thonë ku e bazon që të bindjen tonë, mu po pëlqen që po e thu edhe unë besoj te ajo. Po më interesant ti ku e bazon bindjen tonë që the jemi trup, kualitative dhe mundemi me u sfidu me cilin do trup. Edhe jo vetëm në region, po edhe për te. Kjo mundet më dëshmu me suksese që kemi pas për gjatë gjithë viteve të kalume, që kemi pas shfaqe të cekë edhe vetë në Evropë, ose po në Evropë kemi shkel mote, kemi mri dhe me thonë me përformu në New York, 2 herë me radhë, 2024-2025, kemi përformu në Korea të Jugut, vitin 2024, kemi përformu në Osaka, vitin që shkoj në kodër të Expo Osaka, që kemi shumë paraqitje në vendet ndryshme, cilat e kanë dëshmu që ne mund të jemi në nivel këgjat mirë. Edhe kritika profesionale ju ka vlerësuar ashtu. Normal që po. Edhe patjetër që kur ti i fton koreograf me emër botror, edhe ata nuk hezitojnë me ardhur në Kosovë, pavarësisht kushteve, do kjo është ai shumë e mirë. E tham, ndoshta një prej sfidave kryesore dhe problematike është hapësira. Është folur për projektin e ndërtimit të teatrit, të operës dhe baletit. Sa shpresë ndoshta jep ky projekt për artistët e baletit në Kosovë, sa është afër me u jetësu kjo edhe është ndoshta kjo një farë forme që ajo shpresa që po ju mban aktiv në... Ka shumë shpresa që na mojnë neve, më dhe një është edhe ajo për objekt, po nuk e di se kur do t'jetësohet. Unë jam pjesë e ekipit aty mbrana ministrisë me udhëheqës të institucioneve tjera dhe zyrtarët ministrisë, po nuk e di se a ka ndonjë datë kur fillon me u zbatu. Ende është, me thonë, këto detajet e projektit që e fillu me procedura, pastaj me tender. Jo, ka kohë për ato, kështu që ne po vazhdojmë me punën tonë, kur të bëhet objekti... Që me rënë atencionet, ti me shkel prosat e... Paktën me po, na i shfaqe, besoj që... Jo, se me që është pensionet e i moshën 65 vjetë, jam i sigur që... Na i rëllë e duhet, po, na i rëllë. Dhe t'jesh aty, sigur. Roni me gjyshi në shfaqe. Jo, se realisht është e pafalshme. Absolutisht që opera, baleti, po teatri kombëtar, me qenë kështu në për këto situata. Mirë, cilat janë sukseset kryesore të baletit të Kosovës, Kreshnik? Realisht i përmende për shembull shfaqjet dhe çmimet edhe pjesëmarrje të rëndësishme në parafestivale, paraqitje të rëndësishme ndërkombëtare. Çfarë është një diçka me cilën kur takoheni me dikë pari edhe prezantoni trupin e baletit thoni ky është suksesi më i madh. Përpos atyre që i përmenda, dhe më thonë, venet ku kemi përformu, janë edhe koreograf me cilë kemi bashkëpunu, që janë emra me renome botrore, shumica prej tyre, dhe më thonë, kudo që i përmend në përbot, njerëz t'i njohin, njerëz kanë respekt për ata emra, edhe ata të hapin dyrë pastaj për të ardhmen për me sjellë bashkëpunëtorë të tjerë. Kështu që unë mendoj që kjo është një formë shumë e mirë që ne me zgjeru, dhe më thonë, rrjetin e koreografëve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë në përbot, sepse në atë mënyrë mund të rritemi profesionalisht. Edhe për si vjetë, dhe më thonë që i kemi disa plane këgjat mëdhaja, si për projekte në vend, si për paraqitje jashtë vendit, që besoj që do t'jetë një vit pashtu i suksesshëm si gjithë vitet e tjera. Në vazhdo në viteve të tjera? Patjetër që po. Sa ka ndoshta interesim nga trinë Kosovë me u marrë me balet dhe me u bashku kësaj fushë artistike? Interesim ka, po këto direkt lidhme edhe një problematik tjetër. Mungesën e një shkolle kombëtare të baletit që jemi duke luftu që sa vite për me themelu dhe me funksionalizu, gjë që do të garanton të vazhdimin e këtij institucioni me gjenerata të reja, që funksionon në Paris, në Vjenë, në shumë vende të zhvilluara. Ka pastis, po u ndërprej, a? Është Shkolla muzikës dhe i ka baletit, që funksionon që nga pas lufta, aty ku jemi shkollu edhe ne. Mirë po, Kosova ka nevojë 2026 njemi që të hapët një shkollë për balet. E kemi shembull në Tiranë, ka në shtete zhvillume që mund të marrin modelet ndryshme, vetëm duhet vullneti dhe angazhimi për këtë punë. Jo, se kjo që po i pyetoj është shumë interesante, për shkak se kemi diskutuar edhe herave të tjera, edhe me balerin, edhe nuk e di edhe me drejtues të këtij institucioni. Që po edhe si perceptim ne e shohim në studiot shkollat e baletit, raporti djem-vajza është, nuk e di, drastikisht i madh. Nuk e di, nështë 9-1, aso shkon, nështë 9 pikë diçka me një. Pra, në favor të vajzave. Ende ka hezitim, ndoshta për gjinisë mashkullore, mirë po tek ne jemi numër mjaft i madh i meshkujve. A ka mjaftueshëm? Po. Jo, a ishini sfiduese për vitet që vinë? Për momentin jo. Jo. Po. Amo gjithmonë ka zgjidhje.
ne mund të shkojmë të opsioni që me marrë balerin prej jashtë, sepse ka shumë të interesuar balerin të huj, prej shumë vene të botës që kanë interesim që me qenë pjesë e balerit kombëtar të Kosovës, por në shfaqja me qenë edhe si balerin rezident, më thonë gjë që ligji nuk e lejon, sepse për me hinë punë do t'jetë në një shtetë si Kosovës, mirë po gjithmonë është mundësia me angazhu me projekte. Po dëshira jonë është që me pas brëm vendor, do më thonë me pas balerin të veni, qoftë nëse nuk është niveli dur, me mri nivelin e dur, që që kemi mri edhe ne, po me funksionu me njerës të veni tonë. Momentalisht me që the është mungesë shkolla, cila është forma që balerinët bëhen pjesë e trupës baletit? Deri tash që që cekat me thonë në shkolla e muzikës dhe ga balet, në të njëjtën formë si kushdo që ka të quj talent, ka formim edhe mundet me u angazhu në projekte tona, gjë që ka ndodhur viteve të fundit, ajo është duke ecë si procedur, edhe i kemi shembull 3 persona për momentin që nuk janë kontratë rregullt, mirë po janë të angazhuar pothuajse këto projekte të fundit, edhe neve na ndihmon që me rrit stafin. Kuptohet se edhe për me bësh shfaqje shumë mëdha pa i pas njerëz është gjë problematike. Po. Çka kërkon nga një balerin ky profesion? Përkushtimin, disiplinën, Ato janë pandashme, edhe patjetër që me pas fokusin e veçantë që ti nuk ke me pas sukses ndoshta më njëherë, po duhet përkushtim, duhet minajt gati kësaj pune, e folëm edhe pjesën e sportistit, do më thonë baleti është një art fizik që kërkon shumë dedikim prej anës fizike tonë, edhe normal që qetë edhe dashuria ndaj këtij profesionit. Po çfarë bëjmë për shembull Kreshnik nesër nëse bëhet shkolla baletit edhe brenda nuk di, brenda një viti dalin kaq balerin, kaq femra, kaq meshkuj, edhe për çfarë brenda një viti. Unë e që është një plan shumë afatshëm. Jo ide, domethënë kur krijohen gjenerata, mandej çdo vit kam nxjerr gjenerata të reja të balerinëve. Tazëm nuk e di, 7, 8, 10 sa dalin. Po me kalimin, a nështë më tepër se kaq. Shpresojmë që atë. Po çështë do qoftë. Ku kanë me u angazhu? Se trupa e baletit i ka vendet e kufizuar. Po. Ku kanë me u angazhu balerinë e tjerë, sepse ne e shohim që tazëm mediat nuk kanë trupat baletit, që i kanë mediat tjera të fuqishme, për shkak se si kanë kushtet me imbajt ose institucione tjera. Kjo është një pjesë jashtë përgjithësisë tonë si institucion, e kuptoj, mirë po gjithmonë ka hapësirë. E tha edhe ti që në shtete tjera, do të thonë, ka shumë angazhim të balerinëve ose të vallëtarëve të formave ndryshme në televizione, në teatro etj. Mirë po për ne është fokusi te baleti kombëtar i Kosovës brenda institucionit, edhe nëse s'ka kontrata të rregullta, do të thonë ka angazhime në formë të projekteve, në formë të kontrata të përkohshme etj. Për nga aspekti financiar, a mbetet baleti një profesion që siguron të ardhurat mjaftueshme që janë të mjaftueshme ndoshta për vendin tonë? Për momentin me këto paga, pagat nuk janë shumë të këqija, mos të keq kuptuar, pe i ligjit pagat, domethënë janë rregulluar mjaft shumë mirë, po ne jemi të vetëdijshëm se situata ekonomike në botë me pagesë. Kështu që e dim çfarë standardi jetës po shkon, gjithmonë ka mundësi për më mirë. Jo, sa është angazhimi për shkak, sa shfaqje i bën trupa baletit kombëtar gjatë një viti? Tash në momentin që është ndërprej Teatri Kombëtar i Kosovës si institucion, si objekt në vitin 2022, atë jo e ka prish pak atë hapin tonë sa i përket shfaqjeve repriza që i kemi brenda vendit. Sepse skena aktuale është shumë e vogël. Është e vogël edhe nuk lejon shumë me bësh shfaqje lloj-lloj, domethënë janë disa shfaqje që mund të adaptohen për atë hapësinë, është goxha e vogël edhe nuk ka as perë dansore, nuk ka dalje etj. Mirë po ne po mundohemi që me majt gjallë me ato mundësi që i kemi, edhe shfaqje që mund të adaptohen, ato po luhen në amfiteatrin e Pallatit të Rinisë. Disa shfaqje i kemi lujt edhe në AMC Hall, që janë shfaqje shumë më mëdha që kërkojnë skenë që ndërtohet aty për aty. Kemi pas shfaqje në Obileq, kemi pas shfaqje në ateljen e Pallatit të Rinisë, edhe në disa qytete të Kosovës. Mirë po, tash ne duhet jemi real, edhe duhet vazhdojmë punën. Kështu që për mua fokusi për këtë vit ka qenë mbrana institucionit. Do të thonë kam sjell 2 pedagog në fund të janarit dhe në muajin shkurt, që kanë ndihmu për me ngrit nivelin teknik të balerinë, sidomos të gjenerata e re, këta balerinë që janë punësuar gjatë 2 viteve të fundit, dhe jemi të punu me një projekt 3 që kemi fillu që nga është java e 3.
kjo. Është edhe një javë tjetër që do ta kemi me koreografin Erion Kruja, pastaj në fund të muajit mars do fillojmë pjesën e dytë sepse është një shfaqje me 2 pjesë. Është një koreograf brazilian, Clebio Oliveira, do të jetë si premier me 29 prill, ku do shënohet dita botërore e vallëzimit. Një projekt këgja interesant me 2 pjesë ndryshme, 2 koreograf ndryshme, 2 botat ndryshme, edhe besoj që publiku ka çka me pa në këtë shfaqje. Do të jemi këtu në amfiteatrin e Pallatit të Rinisë. Kjo ka qenë kërkesë e imja që shfaqja të bëhet për atë hapësirë, sepse nëse bëhet bukur në atë hapësirë mund të adaptohet kudo. Se sa e kundërta është problem. Pastaj do të kemi edhe shumë paraqitje jashtë vendit, që ja vlen me. Ku keni më qenë si vjet? Në muajin prill do të jemi në Trutnov, në Republikën e Çekisë, me datën 8, do ta prezantojmë shfaqjen terminal. Është festival atje? Jo, është organizim që është ftesë nga një organizatë e kulturës në atë qytet të Republikës së Çekisë, ka ardhur si ftesë për vitin e kaluar. Vonë jemi këgja entuziast sepse është hera e parë që të paraqitemi në atë qytet. Pastaj në muajin maj na pret një turne këgja i madh në Amerikën Qendrore dhe Latine, ku bën një organizim jo të lehtë, mirë po ja vlen sepse do të prezantohemi në El Salvador me datën 8 dhe 9 maj, ku do të jetë një gallamromje përbashkë me Baletin Kombëtar të El Salvadorit. Pastaj do të kemi në Kolumbi me datën 21 maj, në Bogota. Është mundësia edhe mu paraqit në 2 qytete të tjera të Kolumbisë. Dhe në mes të 2 shteteve jam duke prit për konfirmim nga Panamaja për një shfaqje aty. Du mi falëndëru përzemërsisht 2 ambasadorët, më thonë në Panama, Heroina Telaku dhe në Kolumbi, Artan Duraku, kanë qenë shumë bashkëpunues dhe janë angazhu tepër shumë që me realizu këtë projekt. Dhe pastaj në muajin korrekt do ta kemi në Rom, fal angazhimit tonë dhe të ambasadës atje, ambasadores Nita Shala, që e falenderoj publikisht, do të jetë një shfaqje në një teatër në ambient hapur, është pjesë e Akademisë Kombëtare të Vallëzimit në Rom. Gjithmonë du me cekë që është shfaqja Carmina Burana, që kemi pasi premier vitin e kaluar me koreografin Toni Candeloro, që ka qenë një sukses i atashëm si në Prishtinë, po ashtu edhe në Venedik, ku ishim në fund të muajit nëntor dhe në Potenca. Edhe kjo po ka hap dyert, a? I ka hap dyert se është një shfaqje që tregon një nivel pak më të lartë në kuptimin estetik edhe teknik të balerinëve, edhe është një shfaqje që e njohin botërisht. Carmina Burana, muzika është shumë e famshme. Edhe të regon pak një frym tjetër të kulturës tonë, pak e shkuptime, po larg këtyne motive kombëtare ose diçka komerciale, ne kemi që ka me paraqit edhe nivel internacional, që njerëz me kuptu këtë gjuhën e shfaqjes, gjuhën universale të artit, dhe besoj që do t'jetë këgja një sukses i madh. Pastaj duhet me përmend edhe në muajin gusht do t'jemi në Turqi, në Bodrum Festival, me 2 shfaqje, Correro Fado nga Daniel Cardoso dhe shfaqjen Bolero nga Mehmet Balkan, dhe në Vjen do t'jemi në muajin tetor me 16 me shfaqjen Hope me koreografi nga Sad Vunici. Kjo është bos iniciativë organizatës Action for Health dhe të shohim se do të ketë diçka, po nuk ma merr mend që do të kemi edhe kohë, sepse kemi edhe projekte brenda vendit. Kemi një projekt me Teatrin e Operës dhe Baletit të Shqipërisë, që do t'jetë si premier në muajin tetor me koreograf Miguel Gjoka, po. Do t'jetë si hapje festivalit International Dance Festival of Tirana, që drejtohet nga Gjelin Prelocaj. Është një projekt shumë i madh. Kemi punu prej muajit dhjetor dhe po vazhdon puna, sepse jemi 3 entitete ndryshme. Është festivali, është Teatri i Operës dhe Baletit të Tiranës dhe jemi ne, kështu që ka ndashim shumë të madh. Mirë ka morëm njëri tjetrin. Do të thonë është një ide ata e kanë trupin e baletit. Po, kjo është ideja që mi bashku, do t'jenë 5 balerinë nga Kosova, 5 nga Shqipëria dhe koreografi me gjithë person tjetër, Ralph quhet, që ka pas këtë duo dhe kanë zhvillu si ide për një kompani pak më të madhe. Ka potencial shumë të madhe për vite tjera, për disa festivale, shumë të rëndësishme që s'po du mi përmend për momentin. Këtu kemi mësime. Gjitha këto çka i përmendë nuk po lënë vend me mendu që nuk keni hapësirë ku me ushtru. Kur pushoni? Prandaj e thash po. Për me pushu do t'i gjej disa data me anavere, sepse është pak problem me pas. Vera shkoj Korriku Gushti ke komplet me angazhime. Ama kur shkon në Kolumbi, në Panama atje është pushim vetë, ha. Pushim po edhe lodhe shumë. Lodhe patjetër, po është edhe eksperiencë normal që komplet një kulturë ndryshe, kulturë tjetër dhe për mua shumë e rëndësi dojnë vallëzimin shumë. Për mua shumë e rëndësi që do t'i mbulojmë 3 shtete me një udhëtim, domethënë është një sukses i radhës që folëm më herët për sukses,
edhe besoj që do të sjellë edhe bashkëpunime të reja dhe një energji tjetër brenda trupës. Që është baleti aktualisht në Evropë edhe në botë? Sa po vlerësohet? Mjaft shumë, nuk e hup kur atë rëndësinë e vet, as vendin e vet. Ajo baleti, opera, teatri janë në disa shtete që kanë pas shumë të zhvilluar baletin ose operën, edhe në Itali, edhe në Gjermani, edhe në këto vendet e Evropës kryesisht, që ankohen herë për publikun edhe ankohen për, nuk e di, për nështë kualitetin e shfaqjeve. Të tyre, jo... Tash normal, ka dhe çështje perceptimi të ndryshëm prej njerëzve, mirë po me sa unë kam informatë dhe prej kontakteve që kam në përbot, të më thonë, nuk e hup ajo atë roleve. Se nuk prezentën teknologjia, pra nuk është që jo, nuk mund, më thonë njerëz, sidomos njerëz që e kuptojnë artin, se duhet me kuptu dhe me dash për me qenë një lloj fansi pe quj ose shikuesi rregullt, ata nuk e ndrojnë me forma tjera. Pavarësisht që forma tjera e kanë vendin e tyre, po teatri, opera, baleti, do të thonë është diçka që përjetohet live, edhe nuk mundet me zaventsu asnjë formë. Personalisht, cila mbetet shfaqja ndoshta ma për zemër që e ki karrierë? Shumë shfaqje. Nuk muj me cek në një, muj me cek disa, po ka shumë shfaqje. Një që ndoshta ka një emocion pak ma ndryshe, ma të veçantë, për nga eksperienca, për nga vendi ku e keni dhënë atë shfaqje. Çmimi fitum, çmimi ose çka do? Ose që e cilëson si më të suksesshmin nuk kam ndaj preferencë të cila shfaqje, po në përgjithësi, do më thonë, shfaqjet e baletimtar të Kosovës ndër vite kanë qenë shfaqje bukura estetikisht, kanë qenë shfaqje që të përmbushin si artist, kanë qenë shfaqje që publiku i ka pëlqy, edhe secila prej tyre, do thonë, ka qenë kënaqësi me u lujt prej me edhe prej gjithë kolegëve. S'po i ndonë, ngrën. Jo, është fështirë. Edhe autori e pat problem, është fështirë, se realisht secila shfaqje të jep një emocion të veçantë. Normal, secila është ndryshe prej tjetër. Kur është realizum. Sado që thellë ndoshta me unal me menu, ka një diçka që e bën diferencën, po mandej është probleme. Me zgjeru pas të emisionesh. E vërtet shumë. Krejt kësaj është se marrin emocionin e drejt për drejt prej publikut. Tjetër ajo, do të thonë, shkëmbimi energjisë mes publikut edhe artistit të skenë për mua është prej Kreshnik? Po. Ka gjatë shumë edhe për një me është kënaqësi shumë e madhe që gjithmonë ka njerëz të interesuar, ka njerëz që paraqiten aty dhe duar trokasin. I presin këto premierë. Se një prej projekteve të mira që ka ndodhur është se ka qenë lëvizja nëpër qytete të ndryshme, edhe në shkolla, edhe nëpër qytete të ndryshme. Qysh ka qenë kjo energjia nëpër qytete të tjera? U tazon për herë parë mbas se tazon Nobiliç, është dhënë shfaqje baleti. Shumë e mirë edhe me të vërtetë që tash njerëz ndoshta edhe interneti ose nuk po du tash me u shit si një ekspert, po ndikon edhe ajo që njerëz tu pa dhe ju hin çaf, domethënë kjo formë e artit, se e dim na fort mirë, shembull 2009, 2010 ose në vitet më hershme, kur kemi shkuar në një qytet nuk ka qenë edhe ajo pritja nivel, ose nuk e kanë kuptu, pa e në vlerësu kërkon, por kur nuk bjen me pa balet, është vështirë edhe me kuptu edhe me qenë kështu i durushëm me pa një shfaqje një orë shambull, mirë po ka shumë progres në këtë drejtim, edhe është kënaqësi ku do që prezentohemi që njerëz me zi e presin me pa një shfaqje tonë. Që kanë arrit në atë fazën që e kuptojnë çka po ndodh në skenë. Shumë mirë. E kuptojnë, ndjejnë, dojnë edhe ndjejnë krenar, absolutisht, sepse realisht edhe puna që ju e keni bërë kjo për cilin po folim, edhe folim edhe sot në këtë intervist, i bën edhe ata me një farë mënyrë kurrështar, me normal. Qa po bëj kanë këta dje me vajza që po paraqiten Kashmir, po pranon Kashmir kudo nëpër botë. Shumë faleminderit. Kreshnik që erdhe sot. Faleminderit për ju. Shumë suksese me këto gjitha paraqitje që ju presin gjatë vitit, edhe sigurisht takohemi në suksese të ardhshme. Patjetër që po faleminderit shumë.